nëse vendos që ta marrë dikon nga jashtë, mund të ketë pasoja me pakënaqësi të shprehura brenda anëtarëve të partisë dhe dëshiron ta evitoj këtë në mënyrë që të kanalizoj energjinë tek kundërshtarja apo tek fitoria e zgjedhjeve. Mendoj ajo është, sa i përket listës, atë kujtohet Reali kur e pat pas ekipin më të mirë në botë, lojtarët më të mirë në botë. Ekipin katastrofike ka pas. Çka ka pas në fare ekipi, edhe? Atë kujtohet. Pse di cili veta para 50 vjet. Galaktikon nëse e ke fjalën fillim 2000. Çfarë po du me thonë është që kënd varet çush e bën ekipin, çush i vendos njerëz në për pozicione, çfarë fushie politike ki, çfarë. Se kush e ka Galaktikon, se Galaktikon nuk ka qenë i suksesshëm në atë kohë. Ka qenë kampion, po s'ka qenë në Evropë. Kush është Galaktikon në rrafshin e ekipeve futbollistike? Po çato do shta me thonë. Dhe me thonë që LDK-ja është Galaktikon apo çka? Jo, do shta me thonë që këtë varet çfarë pozicione. Se po i bie që nëse është Galaktiko LDK-ja, Mardyla Zabava tjetë Zidane, po Zidane kampion bote ka qenë. Edhe parti tjera kanë... Vicet i kemi edhe marshëm. Edhe parti tjera kanë njerëz... Nga këto që i ke parë, kush të është dukur që ka listë më të fortë? Që mund të LDK-ja pam 10 që nuk e pam Abdullah Hoxhin edhe Hikmet Bajrami, po i pam emra tjerë. Jeta Statovci, Albina Reshita, Ivjosa Osmani, kruje e fort. Me duket më së shumti që LDK-ja e ka fresku listën në krahasim me zgjedhjet e para 3 muajve. Sa i përket cilësisë, s'po më duket që jam kompetent unë me vlerësu